8 mars. Ngriuni për vendin tuaj. Lufta në lindjen e mesme natyrisht që e ka spostuar të gjithë mendjen e politikës jashtme amerikane dhe aktualisht thuajsa askush nuk merret me Ballkanin. Por Trump do ta zgjidhë, besoj, brenda kësaj jave. Nuk ka rrugë tjetër, janë goditur në mënyrë masive shumë të mëdha. E shikoj që edhe në median sociale ka shumë fake news. Dhe natyrisht, jo pa qëllim. Pak janë media serioze, ku mund të marrësh lajmet reale. Këtu në Amerikë, nga gazeta më prestigjioze mbetet Wall Street Journal, nga Kraudiat, Washington Post thuajse po vdes, New York Times nga e majta. Kanalet kryesore, majtës është CNN, The Others, Fox News për kanale propagandistik. Reuters, mbetet agjenci serioze, por me përirjet majta të theksuar. E njëjta gjë edhe për lloj-lloj lajmesh, fluturime, Rama ka dëshmuar të departamentit të drejtësisë, gruaja e tij nuk ngjet kështu. Gjithkush që ka imunitet diplomatik nuk mund ndalohet dhe mund nuk preket, por kjo nuk do të thotë që dosja ndaj tyre është masive. Dhe natyrisht SPAK ka drejt ta thrasë Ramën, ta hetojë, si dhe problemet e mëdha me transferta disa milionçe dollar tek Abi Bank, ku bashkëshortja e tij ka qenë bord, a u larguan nga bordi apo e larguan? Ky është një problem që SPAK duhet ta zbërthejë. Në qershor të vitit 2019, në Carmel Island, Abi Bank ka 2 llogari, do t'ju them qatë fokusit të ardhshëm, numrat e llogarisë ku janë tërhequr disa qindra milion dollar. Akuzat mund të jenë për pastrim parash. Por informacioni direktu është. SPAK-u duhet të ketë shumë herë më tepër. Rama duket që ka probleme shumë të mëdha, sepse siç u thash javën e kaluar, familjarët e tij kanë qenë për arsye shëndetësore në Manhattan. Rama vet më shumë rëndësi ka kushtuar Ballukut, Spiropales, pra familjes tij politike. Nuk ka ambasadë të huaj në Shqipëri që nuk e di që Rama ka vjedhur me miliarda dollar. Natyrisht që e rëndësishme është statu quo-ja, sidomos kur kemi një luftë në lindjen e mesme, dhe kjo i ka dhënë pak oksigjen, por në SPAK janë rreth 20 vet të FBI që ndjekin çdo gjë follow the money. Dhe nëse follow the money, familjarët e Ramës janë miliarda dollar. Propaganda e majtë amerikane godet ashpër sekretarët e departamenteve të zotit Trump. Natyrisht që niveli i sekretarëve në Trump 2 nuk është niveli të Trump 1. Por Trump këtë radhë deshte njerëz besnik që të mos e tradhtonin, të mos talleshin me të shikonin vetëm përfitimet e tyre. Marrim rastin e Pete Hegseth, i cili ka dëshirë ta quajnë sekretari i luftës, por CNN e ndej quhen sekretari i mbrojtjes, Fox News e cilëson si të luftës. Thuhet se ka kushtuar 2 miliard dollar vetëm ndrimi i emrit, sepse tek gjithë burokracinë e letrave, zyrave, ndryshimin e tyre ka shkuar deri në shifra marrëmendse. Hegseth ka zgjitur diçka që ka qenë problematike në administratën Biden dhe Obama. Marina ushtarake nuk rekrutonte dot ushtar të ri dhe kishte një mungesë 50.000 rekrutësh në vit. Kjo ndodhi shumë në drejtimin e sekretarit mbrojtjes Austin të Bidenit, i cili është një person që me Blinkenin kanë patur një
biznes privat me kontraktorët e Pentagonit. Pra ai u largua, duke qenë general, kalon të biznesi privat, me lidhjet që ka me Pentagonin, fiton miliona, dhe më pas u thrit në justifikimi i Austinit që nuk po marrin dot rikrut të rinë në ushtrinë amerikane është se të rinjt merren me grupe gangsterësh, nuk janë në gjendje të mirë fizike, përdorimi i drogave dhe kërkojnë konkurenca më e madhe tek sipërmarrjet private, nuk të lejon që të rekrutosh. Por Hegseth kur erdhi në Pentagon tha që të rinjt nuk e shikojnë Pentagonin si një vend efektiv për betejë lufte dhe po kthehet në një drejtësi sociale duke goditur shumë meshkujt e bardh në zonat rurale të jugut. Dhe numri i tyre duhet thënë se ushtarët e bardh që vinin nga jugu janë vrarë 2 herë më shumë se pjesa tjetër, si në Afganistan. Rreth 8500 vet u shkarkuan nga ushtria në kohën e Bidenit, sepse nuk pranuan të bënin vaksinat e Covidit. Dhe nga ana tjetër, Pentagoni po dëmtoi shumë nga politikat për transgender, për orientimin seksual, dhe kjo bënte që të ulej numri të rekrutuarve. Ndërkohë që ish shefi i shtabit i Trumpit parë, Mark Milley, por edhe sekretari Austin, folën përpara Kongresit se donin të investonin kundër asaj që quhet supremacia e bardhë, me njërë mbas vdekjes së George Floydit. Këto kanë mbaruar tani me Hegseth. Dhe Hegseth duhet të marrë merita sepse ka filluar që të jetë i ashpër dhe ndaj kompanive që kanë pasur monopol të kontratat me Pentagonin. Ai pas e ka probleme me strukturën e ushtrisë amerikane dhe duhet të kemi një qasje tjetër. Numri i rekrutimeve me Hegseth është rritur në mënyrë rekorde. Një nga problemet tjera është që i duhet kushtuar rëndësi e madhe mbylljes kufirit jugor, sepse nga fentanili që hyn nga Meksika, por tani dhe nga Kanadaja, kanë vdekur rreth 80.000 vet në vit dhe 10 vitet e fundit i thuhet 1 milion vet vrarë. Një dron kushton nga $20.000 deri në 50 maksimumi, po për ta shkatëruar amerikanët shpenzojnë 1 milion raket Patriot. Pra kosto është shumë e madhe për amerikanët. Kanë prodhuar vet rreth 1 milion dron. Droni është vështirë të kapet nga radarët, sepse fluturon ulët, dhe Irani ndërkohë në sulmin e bazave amerikane ka sulmuar pikërisht sistemin e komunikimit të radarëve amerikanë. Kërkon që ta bëjë sa më të dhimbshme, sidomos ekonomike ndaj Amerikës. Me raketat, janë rreth 500 raketa dërguara dhe Amerika i ka shkatruar atë raket Hellsit. Me dronët problemi është se askush nuk e di se ku prodhohen një sasi e madhe dronësh, edhe në një garazh makinësh mund ta prodhosh, dhe ka dyshime që ka disa punishtë të vogla prodhim dronësh edhe në Liban, në vende tjera që përdoren nga proksit e Iranit. Megjithatë, goditja amerikane është aq e rëndë që ka shkatruar piramidën e drejtimit Iranit, por Irani ka disa kolona që kontrollon. Është goditur elita komanduese e lartë, por në qoftë se nuk shkon tek niveli mesëm, përsëri regjimi mbetet në fuqi.
nuk mund ta trajtosh Iranin si Venezuelën. Trump këtë e di. Janë konfuze deklaratat për luftëtarët kurd, dhe deklaratat, po të shikosh Hegseth, Rubio dhe Trump, nuk janë thuajse në një unison. Ajo që ka rënë sy është që J.D. Vance duket se ka dalë nga ekuacioni drejtimit i platformave Trump. Thjesht është kthyer tek pozicioni pa një potencë që ka një zonë president. Ai është për izolim, ka qenë haptës kundër luftës në Iran, dhe atë ditë që Trump ishte me Rubion dhe me Hegseth, me Suzy Wiles në Mar-a-Lago, në atë foton e komandës bombardimeve, J.D. Vance postoi në një takim me Tulsi Gabbard, e cila është kreu inteligjencës amerikane, por që ka dekada politike pa qenë afër urdhër me presidentin Trump, sepse pa deklaruar në Senat që Irani nuk është afër prodhimit të armëve bërthamore. Trump menjëherë kundërshtoi. Natyrisht ky është niveli administratës së re të presidentit Trump, dhe po të shikosh Rubio në një fjalim thuajse me lavdata si ndaj një diktatori ndaj presidentit Trump, sepse kjo është mënyra për të qëndruar sa më gjatë në kabinetin e presidentit. Dhe Rubio kërkon të jetë kandidat për vitin 2028. J.D. Vance gjithashtu. Jemi në mes mandat. Në qoftë se rritja e çmimit naftës do të rritet ende, kjo shkatron shpresat e republikanëve në Kongres dhe në Senat. Por në qoftë se Trump arrin që të jetë triumfator në përmbysjen e regjimit në Iran, kjo është historike. Ndryshon nga të gjithë presidentët e tjerë, por MAGA nuk do që Amerika të përfshihet në luftën që zgjasin pafund, dhe në ato që vetë zoti Trump ka thënë fushat, ne nuk do të jemi për kom krijues. Pra, natyrisht siç ndodhi në Irak apo Afganistan me administratat e tjera republikane. Siç thuhet, ose siç shkruajnë analistët, problemet janë me municionet, sepse në qoftë se vazhdojmë në luftë gjatë, numri i raketave interceptuese zvoglohet. Kërkojnë vite, duhen 2 vjet që të prodhohen raketat interceptuese për të përballuar një luftë gjatë. Dron përgatiten dhe prodhohen për punë ditësh. Është një problem i ri, problemi dole në Ukrainë, dhe Ukrainës kanë përvojë tek lufta me dronet. Dronet shiten nga Irani te Rusia dhe janë më efektiv se sa avionët që kushtojnë me $100 miliona. Elon Musk i ka pat ngritur këmbanët e larmit ndaj kësaj, por Netanyahu tha që hapësira ajrore mbi Teheran kontrollohet thuajse tërësisht nga amerikanët dhe Izraeli. Goditja do të jetë më fuqishme, thjesht në bazave ushtarake, do të vriten drejtues të tjerë. Unë mendoj se kjo javë do të jetë java përcaktuese. Natyrisht që në Europë Merz u pozicionua realisht pro Trumpit, të tjerët gabuan. Dhe Trump nuk fal. Nuk ka shumë rëndësi se çfarë thonë lider pa rëndësi si Rama, Vučić. Rëndësi ka shtot Erdogan, po. Ideja tjetër që Irani mund të sulmonte dhe mund të hedhë një raket ndaj Shqipërisë, për mendimin tim, është diçka që kërkohet për ta bërë Ramën si viktimë në këtë luftë. Raketat e Iranit janë numërohen dhe nuk mund të harxhonte të shpenzonte një raket pas një kuptim në drejtim të Shqipërisë. Jo vetëm që Shqipëria është vendi i NATO-s, por kjo nuk e mbron Shqipërinë me që është vendi i NATO-s. Dëgjoj dika aty që thotë, sepse një raketë u drejtuar drejt Turqisë, që Turqia ka ushtrinë e dytë më të madhe në NATO,
por dhe ajo raketë që përfundoi në Qipro është ndaj vendeve të NATO, sepse bazat britanike në Qipro kanë status si territor britanik. Natyrisht që mund të jenë raketa ose dron, sepse Irani kërkonte ta përhapte sa më shumë konfliktin. Por këtu kanë gabuar, sepse kjo afron në aleancë gjithë vendet arabe me Amerikën kundër Iranit. Ajatollah në mentalitet nuk është thjesht ai që u vran Iran. Ajatollah kanë Ballkan. Dhe kjo frym, kur Trump e thot për ndryshim regjimi, duhet kuptoj që një president i djathtë amerikan këtë radhë kërkon jo thjesht të vrasë dikë si në Venezuelë, por të përmbys një regjim diktatorial. Pra përmbysjen e ajatollave. Këtu është thelbi që duhet marrë. A heq vëmendjen nga ne, e heq. Por ambasadat amerikane, ambasadat e tjera raportojnë çdo ditë për atë që ndodh në Shqipëri. Duket qartë që Rama ka një krizë të madhe. Rama është në panik dhe ka shumë gjasa që kur ai thotë që nuk mund të më kërkojnë telefonin tim, biroja e hetimeve, duhet ja kanë marrë. Dhe ato 16.000 faqe të dosjes Ballukut janë të tmerrshme për Ramën. Nuk e di kush i nxori në media ato ditët e para gjithë ato pjesë të dosjes kur i thoshte Palloshi me fjalë ofenduese. Në qoftë se i kanë nxjerr Balluku vetë, është thjesht për të treguar Ramës që je dhe unë e kam gjitha. Duket se lindat e kanë marrë peng Ramën, e Akshit, linda e Akshit, linda e Surrelit, linda e PS-s. Është në një pozicion që duhet të kuptoj që SPAK, përmes përvojës që ka nga oficerët e FBI që janë atje, luan shah. Rama duket se luan dam. Muret rreth tij po ngushtohen. E keqja ikën me të keqe. Protestat masive dhe një unifikim i një mendimi të qartë të një opozite që kërkon të ndërtoj vendin ndryshe dhe të pranoj. Ato kritika jo thjesht për të sinqerta në ato foltore ku të gjithë duan jo deputet me listat mbyllura, ignorant, mediokër dhe pa shpirt demokrat. Shqipëria ka nevojë për Republikë 3. Siç ndodhi në Itali. Shqipëria do kushtetutere, sistem të rridhje zgjedhor që të jetë vend serioz në NATO dhe seriozisht të aspirojë BE. Dhe me gjitha të hap një sistem ku votat përcaktoj se kush del në atë parlament, çdo grup partie dhe për të dhënë goditje përfundimtare këtij korrupsioni të çmendur. Familja e Surrelit me $100 milion. Mos u çuditni me fakte të reja që të dalin. SPAK duhet t'i di dhe duhet t'i heteoj. Dosjet janë masive këtu. Kudo në Shqipëri.